Trener? Për Gjermaninë s'duhet komentuar fare, dihet që është jo për favorit për kalu grupin, po favorit për të arritë edhe në finalin e madhe. Kurse Bregu fillisht gjithë futbollistët ishin futbollistë që luajnë në Evropë, në për ligat më të forta evropiane, dhe kjo e favorizon për shkak që ato kanë eksperiencën e duhur, kanë dinë menaxhojnë presionin e lartë të suksesit dhe jam i bindur që edhe ato do të vazhdojnë, se Bregu fillisht i kësaj periudhe, sikur ajo kombëtare që ka qenë para 20 viteve, kur ishin me të vërtet futbollistë Drogba, kush ishin ato, tani si moj me gjithë, po kanë qenë një grup mjaft i mirë dhe mjaft i suksesshëm. Mbas asaj që kemi lezu, mund të jetë gjenerata e njëjtë sikur që kanë qenë në të asaj kohë. Dhe mund edhe këta të jenë një surprizë e mirë në kampionatin botëror. Kalojmë te grupi tjetër. Grupi F, Holanda, Japonia, Suedia dhe Tunizia. Ernest? Me ngua Gjermanin